Ndryshe nga sa ndodh në shumë vende të BE-s, aty ku Rama na premtoi se do të na çojë në vitin 2030, në Shqipëri pushteti përdoret për të bërë miliona. Ajo që shohim për ditë në KQZ, ku kandidatët kacafyten mes tyre për një mandat deputeti, nuk bëhet kot, bëhet sepse kush futet në parlament e di se kur të dalë, do të ketë apartamente, makina e prona. E njëjta gjë vlen edhe për krerët e bashkive, të cilët ndryshe nga deputetët kanë në dorë edhe tender. Një rast tipik është ai kryebashkiaku të Pogradecit, Ilir Xhakolli. Rama e hoqi nga parlamenti dhe e kandidoi për kryetar bashkie më 2019, duke na premtuar më shumë investime për Pogradecin, por një nga qytetet më të dashur dhe më të vlerësuar nga qytetarët vijon të mbetet i njëjti si 20 vite më parë. Përveç kësaj, tani duket se ai po shkon drejt betonizimit. Rama e ka cilësuar Xhakollin si njeriu që punon, por mjafton të shohim se sa ka ndryshuar pasuria e tij gjatë viteve si kryetar bashkie për të kuptuar se sa punon. Ndërkohë që nuk duhet të harrojmë një element tjetër, Ilir Xhakolli ka punuar doganier dikur. Në atë punë ka bërë pasuri të madhe dhe para se të bëhet deputet më 2013 ka hapur dyqane, karburant, ka pasur lokale dhe lavazhe në Korçë, por edhe pse ka bërë jetë të kamur, kjo nuk e ka ndalur që edhe si kryetar bashkie të vijojë të bëj pasuri.